Politikën dhe për drejtësinë, të dyja në fakt I kemi parë qarta zi të ngërthehen tashmë dhe aq shumë sa shpeshherë bëhet e pa dukshëm ai kufiri që do duhet ishte ndërmjet ekzekutivit dhe gjyqësorit, po kështu e kemi parë tashmë ose po e shohim dita ditës të padukshëm kufirin mes ekzekutivit dhe legjislativit. Çfarë po ndodh në fakt? Kemi parë zhvillimet në kuvend, do të ndalemi tek të gjitha këto me zotin Arjan Ndoja, deputeti I Partisë Demokratike për qarkun e Durrësit. Përshëndetje dhe mirë se vini zotin Ndoja. Përshëndetje. Njërazi ish prokuror për shumë vite, po ndalem dhe te ky aspekt sepse do të flasim dhe për atë që tham, për drejtësinë dhe për qasjen e Ramës ndaj drejtësisë. Por përpara saj do doja të ndalesha tek zhvillimet në kuvend. Ju jeni për herë të parë deputet, praktikisht jeni ulur këto ditë për herë të parë në sallën e kuvendit, në një periudhë të vështirë sipas jush, pra po të cënohet, shini që po të cënohet hapësira e opozitës çdo ditë e më shumë nga mazhoranca, kështu po nis kjo legjislaturë? Po, duket sikur ne aty në parlament dodhemi sigur noteri që po formalizon vullnetin e palëve. Pra gjitha vendimet të cilat kuvendi duhet I trajtojë edhe t'i kalojë nëpërmjet një procedure të parashikuar me ligj, me kushtetutë, me rregullore, duket sikur merren tek Asambleja e Partisë Socialiste ose në zyrën e kryeministit dhe pastaj ne të tjerët jemi aktorë që duhet thjesht I formalizojmë ato. Në këndvështrimin tim, pavarësisht se jam për herë të parë në parlament, shoh që parlamenti ka nisë vrullshëm, po faktikisht me disa shkela të rënda, qoftë kushtetutës, po qoftë dhe të rregullores që është që nuk ishte ndërhyrë asnjëherë në mënyrë të jashtme për ligji I brendshëm I vetë kuvendit. Po bëj një krahasim shumë thjesht që ta kuptoj publiku. Domethënë ne bëm betimin, kaluam në rendin e ditës 3 pika miratimin e kryetarit kuvendit edhe nën kryetarëve të tjerë me radhë, kryetarët e këshillave ose sekretariatet që ndodhen brenda kuvendit, që ndihmojnë organet administrative të kuvendit ose I mbikëqyrin ato, varet nga lloji. Ndërkohë që do kalonim me komisionet. Pa pritmas na vjen që në rendin e ditës është një pikë për ndryshimin e rregullores së kuvendit. Vetë rregullore e kuvendit, në disa nene të saj, parashikon po themi nen 117 të saj, etj me radhë, e përcakton shprehimisht këtë procedurë dhe e barazon atë me procedurën e ndërhyrjes në amendet e ligjit, ndryshimin e ligjit apo në procedurën. Çfarë parashikon për ta thënë në terma të përgjithshme? Tash që ta përkthej në mënyrë shumë jo banale, por shumë thjesht për publikun. Unë jam përfaqësues I qarkut të Durrësit. Unë nuk jam përfaqësues I listës së mbyllur. Unë jam përfaqësues I listës së hapur. Jam I Partisë Demokratike, absolutisht. Shkoj në parlament dhe sipas një 40 fraksion një pika një gërma që, meqense se jam jurist I referoj këto bazën ligjore, ne ditën e premtes sipas rregullores kemi detyrimin që të shkojmë, kemi takim me elektoratin, me grupet parlamentare dhe vetë si individ ose si grup parlamentar I qarku dhe me të japim një farë transparence përpara publikut, zgjedhësve tanë, themi çfarë u bë këtë javë në kuvend. Tani mua më kërkohet që të votohet sot në kuvend ndryshimi rregullor, ndërkohë që mua nuk më është dhënë asnjë material se çfarë do të votoj. Pra, automatikisht si mund të shpresh një mendim kur ti nuk e di se për çfarë është tema objekti I diskutimit. Ne duhet na kishin dhënë një relacion për arsyet pse ka lind domosdoshmëria që ndryshohet rregulloria. Pra aty është thonë vetëm një fjalim politik nga zoti Balla, përveç pjesës liçuese dhe fyese që u përdor pjesën e listave, problemet e historikut, fjala ju që u drejtohesh gjithë deputetëve që nuk është as në etikën e